Përshëndetje nderuar teleshikues, do t'jemi së bashku me lajmet këtu në televizionin Skan. Pronarët që kanë një kontratë sigurimi vullnetar aktiv deri në momenti që do të hyjë në fuqi ligji për sigurimin e detyrueshëm të tërmeteve do të jenë të përjashtuar nga detyrimi për të lidhur një kontratë me fondin, ndërkohë që projekt ligji parashikon edhe përjashtime të tjera. Ligji për sigurimin e detyrueshëm të banesave përjashton disa kategori nga detyrimi për të lidhur kontratë me Fondin Kombëtar të Sigurimit të Detyrueshëm ndaj tërmeteve dhe përmbytjeve që do të ngrihet për këtë qëllim. Referuar në 35 të projekt ligjit, qytetarët që kanë të lidhur në mënyrë vullnetare kontratat për sigurimin e banesave nga tërmetet në kohën e hyrjes në fuqi të ligjit, nuk kanë detyrim për sigurimin e detyrueshëm nga tërmetet, për sa kohë janë në fuqi kontratat e lidhura. Vetëm pas përfundimit të këtyre kontratave, atëherë u lind detyrimi për të lidhur kontratët detyrueshme me shtetin. Pra e thënë ndryshe, nëse një individ që për efekt kredie hipotekore apo jo, ka një kontratë aktive me bankën për sigurimin nga tërmetet në kohën që hyn në fuqi ligji, nuk do të jetë i detyruar që të lidhë kontratë tjetër deri në momentin e përfundimit të afatit të saj. Dhe këto kontrata zakonisht janë me afat 1 vjeçar dhe më pas rinovohen. Por pas përfundimit të afatit, individët do të jenë të detyruar të bëjnë kontratën me Fondin Kombëtar të Sigurimit të Detyrueshëm ndaj tërmeteve dhe përmbytjeve, ku do të paguajnë primin bazë të caktuar dhe gjithashtu të rinovojnë edhe kontratën me bankën përkatëse, duke qenë se polica e bankës përfshin edhe mbulimin e dëmeve nga zjarret, tërmetet dhe fatkeqësitë të tjera, dhe gjithashtu mbulon të gjithë vlerën e kredisë dhe jo vetëm një pjesë të dëmeve. Nga ana tjetër, draft ligji përjashton nga detyrimi për të lidhur kontratë me fondin zhvilluesit të cilët kanë ndërtuar pallatet e reja dhe kanë detyrimin ligjor të sigurimit ndaj tërmetit të banesave ndaj blerësve për një periudhë 10 vjeçare. Njëkohësisht ligji parashikon edhe kufizime për kompanitë e sigurimeve. Konkretisht sipas nenin 33, shoqëritë e sigurimit privat nuk mund të lidhin kontrata sigurimi vullnetare për tërmetet apo përmbytjet për një banesë që sipas këtij ligji nuk ka lidhur një kontratë të detyrueshme me fondin. Dhe në rastin e mos zbatimit të këtij ligji, qytetarëve do të mohohet e drejta për të marrë shërbime nga Jellbenja, Kadastra apo Qendra Kombëtare e Biznesit. Ligji parashikohet të hyjë në fuqi 12 muaj pas votimit në fletoren zyrtare. Nga ana tjetër, ekspertët e fushës shprehen se drafti për sigurimin e detyrueshëm të banesave nga tërmetet ka nevojë për përmirësime dhe sugjerohet që të aplikohet një prim i njëjtë për të gjithë qytetarët shqiptar. Draft ligji për sigurimin e detyrueshëm ndaj tërmeteve dhe përmbytjeve në optikën e ekspertëve të fushës ka nevojë për përmirësime të mëtejshme përpara se të miratohet. Kështu, ndërsa drafti parashikon që për llogaritjen e primit të sigurimit për tërmetet të merren parasysh një sër kriteresh, ekspertët sugjerojnë se ky prim duhet të jetë i njëjtë për të gjithë. Unë them, nëse ne duhet ta bëjmë një skemë kombëtare të thjeshtë, ne duhet i bëjmë disa përmirësime llogaritjes dhe të kemi një llogaritje minimale, edhe pse ndoshta nuk është korrektësisht me drejta, por do ta thjeshtonte shumë edhe punën e kujdo që do ta merrte përsipër, qoftë ky fondi ose qoftë dhe kompanitë e sigurimit që do lëshonin polica, se ne do sigurojmë se ne kemi licencën minimale edhe për këtë kategori. Po, minimale edhe për këtë kategori, duke mos dashur që mos diferencohen nga pjesa tjetër. Pikërisht, sepse është ajo që në një farë mënyrë fondi kombëtar, skema kombëtare është kontribut për të gjithë. Pra do të kontribuojnë të gjithë. Pa patur diferenca të mëdha. Pa patur diferenca, sepse tërmeti nesër deri mund të ketë epiqendër diku tjetër, dhe jo në Tiranë dhe jo në Durrës, dhe të gjithë do të kontribuojnë si një lloj, po themi pjesëmarrje, si një lloj sindakate, se skema kombëtare kështu është, paguajnë sot ti për mua. Prandaj do të ishte më e mirë një prim i njëjtë për të gjithë dhe një dëmshpërblim i njëjtë për të gjithë, sepse dikush mund të thotë që un kam edhe një shtëpi në blok që bën 500.000 euro. 100 metra katrore zëm për shembull, mora një shembull që ndoshta s'është real, dhe një shtëpi tjetër që nuk bën për 1 metra katror nuk bën aq. Dhe dëmshpërblimi do jetë 20% për atë që ka shtëpi 100.000 euro, nëse është 20.000 euro dëmshpërblimi, kurse për atë që është 500.000 euro shumë herë më pak. Pra, është shumë e vështirë që me një skemë kombëtare ti bësh të gjithë të kënaqur kur të vi momenti dëmshpërblimit. Kuptimi qytetar padyshim që do thosha gjithmonë një prim i barabartë për të tërë, është baza e çdo vlerësimi dhe solidariteti, edhe vendet, shumica e vendeve kështu e aplikojnë, edhe Zelanda e Re, edhe Turqia, bëjmë një prim gati njësoj. Po, se në qoftë se do bëjmë një kategorizim, pjesa që janë edhe më e varfër ose që janë në ndërtesa të para viteve, para 70-s, ato do kishin një risk shumë të madh, duhet pagunin një prim shumë të madh, domethënë. Edhe pjesa e pallateve të reja që ka marrë dhe apartamente nga
500 euro, i bjetë mos paguni se ato normalisht... Nuk ka risk kaq të lartë. Duhet të kenë fare minimal, Qartë. ose mund mos kenë fare, po t'jenë bërë me Eurokodet, normalisht duhet të kenë asnjë lloj risku. Sipas projektligjit për llogaritjen e primit të sigurimit për sigurimin e detyrueshëm të banesave ndaj tërmeteve, merret në konsiderat se sa sismike është zona dhe klasifikohen banesat sipas nivelit të riskut. Sigurimi në sektorin e bujqësisë do të funksionojë si një skemë vete nga drafti i qeverisë shqiptare që po diskutohet së fundmi, i cili përfshin edhe përmbytjet. Skema do të jetë sipas modelit turk dhe shteti do të paguajë një pjesë të primit. Qeveria ka të detyrueshëm edhe fenomenin e përmbytjeve, por draft ligji për sigurimin e detyrueshëm të banesave nga tërmetet dhe përmbytjet përfshin përcaktimin e një primi sipas hartës së rrezikut dhe klasifikimit të ndërtesave vetëm për banesat dhe jo prodhimet bujqësore. Ndërsa paralelisht Ministria e Bujqësisë po harton një draft tërësisht të veçantë për sigurimin e bujqësi dhe jo vetëm nga fenomeni i përmbytjeve, por që fokusohet edhe në fenomene të tjera. Referuar burimeve të Skan TV për hartimin e kësaj skeme është marrë në konsiderat modeli turk i sigurimit në bujqësi, ku pjesë e skemës është shteti dhe kompanitë e sigurimit. Konkretisht skema është menduar në mënyrë të tillë që një pjesë të primit e paguan shteti dhe një pjesë fermeri. Skema do të ketë natyrë degresive, çka do të thotë që niveli i primit që paguan buxheti i shtetit do të ulet nga viti në vit. Për shembull, nëse në vitin e parë kjo pjesë do të jetë në nivelin 60%, në vitin e dytë do të zbresë në 50% dhe me radhë. Elementet që sigurohen nga kjo skemë janë ngrica, breshëri dhe përgjithsisht temperaturat atipike, që sjellin pasoja të ndryshme në prodhim, për të cilat sigurimi do të jetë i detyrueshëm. Megjithatë, parashikohet të ketë një hartëzim të vendit në zona të ndryshme, sipas fenomeneve më të përsëritshme që ndodhin në to. Pra e thënë ndryshe, produkti i sigurueshëm do të jetë i ndryshëm në zona të ndryshme. Kompanitë e sigurimit do të jenë ato që do të ofrojnë paketën siguruese, ndërsa shteti në rolin kryesor nxit procesin, ndihmon që të generalizohet skema dhe në momentin që skema e sigurimit generalizohet, niveli i primit fillon të bjerë, çka është në përfitim të fermerëve dhe të buxhetit. Zakonisht primi për këtë kategori sigurimi përcaktohet në nivelin 2 deri në 5% të produktit të siguruar. Për shembull, nëse do të ketë një breshër dhe dëmton rreth 30% të prodhimit, kompania e sigurimit përcakton dëmshpërblimin sipas përqindjes së vendosur. Niveli 2% aplikohet në rastet kur risku është më i ulët dhe niveli 5% kur risku është më i lartë. Sigurimi i detyrueshëm në bujqësi pritet të vendoset dhe si kriter për fermerët që duan të përfitojnë nga skemat mbështetëse që aplikohen në këtë sektor. Viti 2026 do të ndihet efekti i skemës së re të sigurimit të makinave bonus malus. Gazetarja e televizionit Skan Ledina Elezi do të na shpjegojë hapasapit gjithë detyrimet. Ju ftoj që ndjekim kronikën. Nga ky vit do të ndihen efektet e skemës së re të sigurimit të makinave bonus malus. Por a e dini se sa do të paguani konkretisht? Kush nuk ka pasur aksidente gjatë 2025-s do të shpërblehet me një prim më të ulët sigurimi, ndërsa ato me një historik dëmesh do të penalizohen me një prim më të lartë sigurimi. Mjetet me fuqi motorike, pra kubikazh të vogël, do të përfitojnë një ulje të primit të sigurimit sa ato me një kubikazh më të madh. Ndërkohë mjetet e reja, pra që janë të prodhuara në vitet e fundit, do të tarifohen më pak se mjetet e vjetra. Siguruesit të ndryshëm, nga mosha 18 deri në 21 vjeç dhe me një eksperiencë drejtimi deri në 2 vite, do të paguajnë më pak se të siguruarit e tjerë. Të gjitha ato makina që janë në pronësi të bizneseve do të tarifohen më shumë se sa ato në pronësi të individëve, ndërsa mjetet regjistruar në qarkun Berat, Dibër dhe Kukës do të tarifohen po ashtu më pak se ato në qarqet e tjera. Por si mund të llogarisim primin e sigurimit sipas skemës së re bonus malus? Përmes përllogaritë të dëmëve në faqen e autoritetit të mbikëqyrjes financiare ose direkt nga faqja e kompanisë suaj të sigurimit. Koeficientët e llogaritjes dallojnë nga njëra kompani në tjetrën, por faktorët e riskut mbeten të njëjtë. Në këtë rast, në kompaninë e sigurimit paraqiten 7 faktorë risku. Për sa i takon makinës time, historia e dëmëve është 0 gjatë 2025-s, ndaj do zgjedhim opsionin asnjë dëm të raportuar gjatë vitit. Fuqia motorike deri në 1300 kubik, mosha drejtuesit e automjetit mbi 21 vjeç, kategoria individ dhe jo subjekt. Qarku i regjistrimit të mjetit është Tiranë, ndaj do të zgjedhim opsionin të tjera, sepse aktualisht paraqiten vetëm 3 qarqet, Berat, Dibër dhe Kukës, ku përfitohet një prim më i ulët sigurimi, vjetërsia e mjetit nga 11 deri në 15 vjet dhe eksperienca e drejtuesit deri në 2 vite. Llogarisim primin dhe ai rezulton 16.000 lekë.
Nëse ne do të ndryshonim një prej kritereve, për shembull historikun e dëmeve, nëse do e bëja një dëm të raportuar gjatë vitit, primi ndryshon me njëherë dhe bëhet më i lartë nga 16.000 lek në 19.000 lek. E njëjta gjë vlen edhe për kategorinë nga individ në subjekt. Nëse do të ishim subjekt, primi i sigurimit po ashtu do të ishte më i lartë. Një ndër synimet e skemës është që të ndërgjegjësojë drejtuesit e automjeteve për të qenë më të kujdesshëm në rrugë. Shqipëria renditet e 71-ta në botë për vitin 2025 në indeksin ndërkombëtar të drejtave të pronës, duke shënuar një përmirësim krahasuar me vitet e mëparshme. Ky përmirësim konsiderohet i rëndësishëm pasi kontribuon në një lehtësim të proceseve për qytetarët. Shqipëria renditet e 71-ta nga 126 vende në botë për vitin 2025 në indeksin ndërkombëtar të drejtave të pronës, duke shënuar një përmirësim krahasuar me vitet e mëparshme. Ky pozicionim reflekton ndryshime graduale në mjedisin ligjor dhe në mekanizmat e mbrojtjes së pronës, të cilat matin aspekte si siguria juridike, zbatimi i ligjit dhe garantimi të drejtave pronësore. Ky përmirësim në këtë aspekt konsiderohet i rëndësishëm, pasi kontribuon si në lehtësimin e proceseve për qytetarët, ashtu edhe në përmirësimin e klimës së biznesit. Në të njëjtën periudhë kur Shqipëria ka shënuar rritje në indeksin e të drejtave të pronës, është vërejtur gjithashtu një rritje e investimeve të huaja dhe aktivitetit në tregun e pasurive të paluajtshme. Në nivel rajonal, Shqipëria pozicionohet te 19-ta në Europën qendrore, çka e vendos atë në mesataren e disa vendeve të rajonit. Këto rezultate tregojnë se pavarësisht përmirësimeve të shënuara, mbeten diferenca në raport me ekonomitë më të avancuara, duke e bërë të nevojshme vijimin e reformave për forcimin e institucioneve dhe rritjen e sigurisë së të drejtave të pronës. Në veçanti, të dhënat për të drejtat e pronës fizike tregojnë një panoramë të diferencuar nëpërmjet komponentëve përbërës të indeksit. Për vitin 2025, Shqipëria vlerësohet me 6.6 pikë në perceptimin e mbrojtjes së pronës fizike, duke e rënditur e 49-ta globalisht dhe 12-ta në rajon, çka sugjeron në nivel relativisht më të lartë besimin në mbrojtjen e pronës krahasuar me indikatorët e tjerë. Ndërkohë, procesi i regjistrimit të pronës vlerësohet me 3.8 pikë, me një renditje e 81-ta në nivel global dhe 18-ta në rajon, ndërsa aksesi në financim i lidhur ngushtë me përdorimin e pronës si kolateral shënon 3.7 pikë, duke e pozicionuar Shqipërinë të 60 në botë dhe të 20 në rajon. Këta tregues tregojnë se megjithëse perceptimi për mbrojtjen e pronës ka përmirësime më të dukshme, sfidat mbeten kryesisht në aspektet procedurale dhe financiare, të cilat ndikojnë drejt për drejt në funksionimin e tregut të pronës dhe aksesin në kredi. Inflacioni për gjatë vitit 2025 shfaqi dallime të qarta mes Shqipërisë dhe Bashkimit Evropian. Në Shqipëri rritja më e fortë e çmimeve u regjistrua tek argëtimi dhe kultura, ndërkohë që në gjithë vendet e Bashkimit Evropian u shënua rritje e madhe e çmimeve të shpenzimeve bazë si ushqimet, arsimi, por edhe shëndetësia. Kompania shtetërore shqiptare për prodhimin dhe tregtimin e armëve, municioneve, pajisjeve dhe teknologjive ushtarake, KAJO, pritet të krijojë rreth 326 vende pune. Kjo kompani do të nisë me prodhimin e prototipeve dhe produkteve të para këtë vit. Këshilli mbikëqyrës i kompanisë miraton procedurat dhe kriteret për emërimin e personelit. Gjithashtu, KAJO mund të angazhojë personel të përkohshëm ose ekspertizë të jashtme për pjesë të veprimtarisë së saj, të cilën nuk mund ta plotësojë me stafin në dispozicion. Punonjësit e KAJO ndalohen të angazhohen në aktivitete private të lidhura me prodhimin, tregtimin ose shpërndarjen e armëve, brenda ose jashtë vendit. Këto aktivitete përfshin dy punësimin në shoqëri të tjera private të armëve, lidhjen e kontratave private për prodhimin ose tregtimin e tyre, si dhe dhënien e shërbimeve të konsulencës lidhur me këtë industri. Në rastin e shkëputjes së marrëdhënieve të punës me shoqërinë, punonjësi është ndaluar të angazhohet në një aktivitet konkurrues me veprimtarinë e KAJO-s për një periudhë 5 vjeçare nga data e shkëputjes. E gjithë personeli i KAJO-s, pavarësisht funksionit dhe pozicionit që ka detyrimin të respektojë normat dhe standardet e sigurisë, të konfidencialitetit dhe të sekretit tregtar dhe shtetëror. Ndërkohë, organet drejtuese të kompanisë kujdesen për trajnimin e vazhdueshëm të personelit, për mbarvajtjen dhe zhvillimin e veprimtarisë së saj. Ndalohet punësimi i një personi të dënuar me vendim të formës së prerë për pjesëmarrje ose financim në grup të strukturuar kriminal, organizatë kriminale, banda armatosur, organizatë terroriste, pastrim parash ose financimi i terrorizmit, vepra me qëllime terroriste ose vepra penale të lidhura me veprimtari të tilla, gjenocid, torturë, vrasje, akte të tjera të dhunshme. Sipas informacioneve nga Ministria e Mbrojtjes, 3.8 milion euro parashikohen të jenë të ardhurat direkte nga KAJO, pra që regjistrohen direkt në bilanc si xhiro ose fitim. Ndërkohë 8 milion euro planifikohen përfitime për buxhetin dhe ekonominë, jo xhiro direkte.
Kompania izraelite e teknologjisë ADC do të ndërtoj qendrën e parë të dhënave në Shqipëri përmes një investimi prej 100 milion eurosh në një zonë shumë pranë Tiranës. Projekti synon që ta pozicionojë Shqipërinë si një pikë strategjike për përpunimin e të dhënave të inteligjencës artificiale në Europë. Shqipëria do të ketë për herë të parë një qendër të madhe të dhënave fal një investimi prej rreth 100 milion eurosh nga kompania izraelite ADC, e përzgjedhur pas afrimit të marrëdhënieve mes Shqipërisë dhe Izraelit. Lajmi bëhet i ditur nga media izraelite Globe, e cila thekson se projekti do të ndërtohet në një zonë të lirë ekonomike pranë Tiranës, në Teda, dhe do të ketë një kapacitet fillestar prej 32 megawattësh, me mundësi zgjerimi deri në 100 megawatt. Qendra e të dhënave do të funksionojë mbi teknologjinë e avancuar të procesorëve grafik të Nvidias dhe do të shërbej për përpunim të avancuar të dhënave dhe inteligjencës artificiale. Fal statusit të Shqipërisë si antar i NATO-s dhe kandidat për Bashkimin Evropian, projekti ka përfituar kushte të përshpejtuara dhe favorizuese. Leja e ndërtimit është miratuar brenda vetëm 60 ditësh, ndërsa objekti po ndërtohet në tokë shtetërore me infrastrukturë energjetike dhe komunikimit të përgatitur paraprakisht. Qendra do të furnizohet me energji të gjelbër nga burime hidroelektrike, ndërsa kompania publike e energjisë po ndërton një nën stacion elektrik të dedikuar për këtë projekt. Në aspektin financiar, 75% e kostos së investimit mbulohet nga një linjë kredie e Bankës Evropiane për Rindërtim dhe Zhvillim. Edhe pse ndërtimi nuk ka përfunduar ende, qendra e të dhënave ka siguruar tashmë 3 klientë të rëndësishëm, mes tyre një kompani shqiptare të teknologjisë, një kompani gjermane dhe një institucion qeveritar shqiptar, identiteti të cilit mbetet konfidencial, thekson media izraelite. Sipërmarrësit e projektit synojnë të tërheqin klientë evropian dhe amerikan që kërkojnë qendra përpunimi të inteligjencës artificiale të bazuara në energji të pastër, në një kohë kur Shtetet e Bashkuara të Amerikës po përballen me kufizime serioze dhe zhvillimin e qendrave të reja të dhënave dhe kapaciteteve energjetike. Ky investim vjen në një moment të afrimit të fortë politik mes Shqipërisë dhe Izraelit, i cili është intensifikuar pas sulmit kibernetik ndaj Tiranës në vitin 2022 dhe bashkëpunimit të mëvonshëm në fushën e sigurisë kibernetike dhe të mbrojtjes. Në fund të këtij edicioni ju kujtoj se për më tepër informacion ju mund të klikoni edhe në faqen tonë të internetit skantv.al, ku do të gjeni gjithçka mbi ekonominë, bankat, sigurimet, tregjet financiare të tjerë. Gjithashtu mund të na gjeni edhe në Facebook, Instagram, YouTube dhe LinkedIn. Këtu kemi përfunduar, unë ju falenderoj për vëmendjen, bashkë mirupafshim.